Siç e dini, ka ndodhur skandali më i madh në UC në 4 gusht të vitit 2026, gjatë një bisede të drejtë për drejtë në TikTok, unë deklaroj para gjithë botës që gjuha shqipe është gjuhë neolatine. Askush se ka thënë këtë para meje, e kanë menduar shumë gjuhëtar, por nuk kam patur guximin ta thonë, sepse kjo është shumë e rëndë, për shkak se gjuha shqipe ngjan shumë me gjuhën ilire. Mbas zbulimit të qyteteve ilire në Kroaci, është bërë gjithmonë dhe më e dukshme që ilirët flasin dialektin dorik, por dhe dialektet të tjera helene. Në fakt, në Iliri janë folur 26 dialekte helene. Janë folur më shumë dialekte helene në Iliri sesa në Greqi. Dhe ilirishtja ka evoluar si gjuhë më vete, që grekët e quajnë barbare, nuk e kuptojnë. Tani, si mund të zbulohet ilirishtja? Justiniani i Madh përzë slavët nga gjitha tokat ilire, i çliron ato, dhe ne kemi kufite sotëm natyror fal Justinianit të Madh, i cili vinte nga Dardania, por ai ishte grek fanatik. Ishte ilir dhe fliste dialektin dorik në Dardani. Kjo e ka përcen çdo lloj imagjinate njerëzore. Dhe Justiniani hap akademinë e parë të botës. Të gjitha burimet e të gjitha akademive të tjera europiane që u krijuan mbas mesjetës, mbas shekullit të 15, praktikisht i kthyen manastiret në universitete. Të gjitha burimet janë nga Justiniani i Madh. Absolutisht që të gjitha. Kjo përsyn se të gjitha veprat helene ishin djegur në Aleksandri nga vetë ortodoksët grek. Nga veprat greke s'kan vetur asgjë, kanë mbetur vetëm komente, dhe ato janë rindërtuar nga e para, duke mbështetur në përkthime të tjera që kanë ndodhur në arabisht, në gjuhën aramaike, në gjuhën hebraike. Pra nuk ka vepra origjinale helene. Janë vetëm arkivat e Stefanusit të Bizantit, që ka qenë një studios i cili mblodhi këto copëza, relike për gjuhën ilire. Ka më shumë elemente për gjuhën ilire sesa për gjuhën latine, por latina të themeluan Roman. Nuk ka vetëm për ilirët. Atëherë duhet ta mendosh një çik, ta vrasësh mendin. Po përse more? Përse paska kaq shumë për ilirët? Mendou pak. Pse nuk ka për keltët, persët, slavët, popull gjermanik? Bizanti ka mposhtur 37 kombe që janë ndeshur me ne, i kanë poshtur Bizanti, na kanë mbrojtur ne Bizanti. Pa dashje, kuptohet, për të na mpatur neve si koloni. Por duke mposhtur këto 37 kombe, shpëtoi gjuha shqipe, se do kishte mbaruar komplet. Qyteti i lir Pola ka të njëjtin emër i lir edhe sot, megjithëse është pushtuar nga kroatët dhe serbët. Nuk ka ndryshuar fare asnjë qytet i lashtë kroat. Kroatët mbas filmave të mi, që në vitin 2019 kanë filluar të ndryshojnë emrat ilir në emra kroat. Por fatmirësisht ne kemi dokumentet e Bizantit. Pola akoma ka mbetur Pola. Kroatët e kanë ndryshuar në Kaftat. Kaftat vjen nga latinishtja në kroatisht, do thot qytet. Pra Pola do thot qytet. Edhe në enciklopedinë e Bizantit, Pola do thot qytet. Është dialekti dorik. Në gjuhën greke kjo është poli. Qytet, i vogël, qytez. Çmenduri. Këtë filmun e kam bërë më përpara. Por nuk kam patur guximin të them që ilirët flisnin helenisht. E kam sugjeruar monedat shkodrane, koinon skodrinon, numri shumës gjinore në helenisht,
nuk përkon me shqipen e shkodranëve, pra gjuha shqipe është prishur. Por gjuha ilire pas ka qenë e pastër greke, pra prandaj kemi ne këto burime. Prandaj gjen Eleni Kocaqi burime, nga grekët i gjen dhe ajo, edhe Marin Mema, edhe Neritan Ceka, të gjitha janë burimet greke, s'ka burime të tjera. Por më të mërshmja është që Akademia Shkencave të Shqipërisë, duke dashur të gjejë fjalë të shqipes, i ka grumbulluar të gjitha pllakat ilire dhe janë që të gjitha në dialekte të ndryshme helene. Që të gjitha. Shtrohet problemi pse grekët i quajnë ilirët barbar. Po ja pra pola nuk ka kuptim në greqisht. Do më thënë greqishtën e Atikës, por është në greqishtën e Spartës. Do thotë qytet. Pra ilirët flasin gjuhën spartane, ndërmjet dialekteve të tjera. Pola është dialekti spartan. Është në pjesën më ilire, në malin e zi. Çfarë të merri? Ka që një herë Kroacisë, pastaj mali të zi ka ndryshuar, po slav janë që të gjitha ato. Aty banojnë shqiptar. Në Kroaci Arbanasi, në malin e zi shqiptar. Me mbiemrin Dokle, nga Dioklea, që do thot fama e Zeusit. Është mbiemër shumë shqiptarëve që e quajnë veten Goran, se janë hajvan. Goran hajvan. Mbiemri i tyre do thot fama e Zeusit. Është mbiemër i lirë. Pashu ju duket vetja slav, se kur majmunizohesh, bësh komplet orangutang. Nuk e di se çfarë je. Tani gjuha shqipe është e folur sot gjuhë neolatine, e sigurt. Si u bë ky zbulim? Fjala parentem, që është rase kallëzore, e latinishtes parens, do thot prind, ka dhënë parention në gjuhën ilire është qytet, edhe sot e kësaj dite Porec, në Kroaci. Kam gjetur dhe mund. Dhe ka qenë qyteti Parentum. Në italisht sot është Parenca. Pra, në italisht Parentum, në ilirisht Parention, shqip prindi. Pra, gjuha shqipe ka marrë elementet gramatike të latinishtes, të pushtuesve romak. Po, edhe mbas rënies së Romës ka vazhduar qyteti Parention, është folur atje greqisht deri në momentin e shekullit të 6 kur hyn serbët dhe kroatët dhe i vran, i zhdukën dhe mbetën ca shqiptarë që quhen Arbanasi. Të merr. Pra këta Arbanasi vërtet flasin sot gjuhë neolatine, po gjyshet e tyre kanë banuar në Parention, origjina e fjalës prindi. Që s'është në greqisht, është fjalë shqipe nga latinishtja, por ilirët e morën e bërën emri qytetit dhe është dhe sot e kësaj dite emri prindi. Merr frymë thellë shqiptar, por nxirë frymën këndej, jo andej mbrapa. Do me thënë, mos ishte inteligjenca kompjuterike as kujt i shkonte ndërmend që ilirët flisin greqisht. As vetë grekëve. Grekët thonë, ilirët ishin barbar. Ore barbar ishin, çdo thot pola në greqisht. Hiç gjë do të thot. Por dialekti Spartës dhe ilirëve është qytet. Sot quhet Kaftat qytet. Po çdo më shumë. Parention prind. Parentem latinisht, po çdo më shumë. Pra është trashëguar latinisht, ilirisht o greqisht, shqip. Tani, kjo është kaq e çmendur kjo që ka ndodhur. Banorët e qytetit Pola quhen Polates. Është origjina e fjalës plot në shqip, ndaj folje. Por dhe mbiemër ka qenë. Edhe një herë, fjala plot në shqipes është ilirishtja Polates, ai që mbush qytetin, fjalë për fjalë, është metafor. Është fjala plot. Parention, greqisht o ilirisht, prind shqip. Kodrion, ilire
helenisht, kodër shqip, edhe vllahisht. Merr frymë thellë. Fisi i lirë Engelanes, ngjala shqip. Tashi, ti kujton se ndoshta ilirët ishin bastard, popullsisë vendase me pushtuesit i lirë. Fjala parention ka ekzistuar deri në shekullin e 6. Nuk pi ujë kjo. Pra nuk jemi bastard. Po kemi një problem të madh. Jo vetëm që banorët quheshin polates, po dalmatët quheshin dalmates, nga fjala delme. Dalmat në shqip në shumës vjen nga dalmates, ilirisht. I gjithë rajoni është quajtur Polatikon. Do të thot si qyteti. Është origjina e fjalës plot në shqip. Plot, qytet plot me njerëz, plot. Ploti është qytetari i qytetës Pola, Polates në ilirisht. Merrni vesh ju. Në greqisht është pole, tash është bërë poli. Hajde krahasoti poli me pola. Nuk dallohen fare, duken si gjëra të ndryshme. Pra, Justiniani ma thot kjo është fjalë ilire. Gjan me fjalën plot në shqip. Pra, nuk jemi bastard. Tash kemi një problem madhor. Të gjithë demonstruesit, do të thënë nuk mund të ketë më demonstrata në Shqipëri. Shkoni në shtëpi, mendoni thellë, zero demonstrata, vetëm mendoni. Çfarë do bëjmë? Ja do them se kemi një problem akoma dhe më të madh. Fjala miza në shqip ka ardhur nga helenishtja mia. Është zbuluar nga unë. Nuk është fjalë indoeuropiane, është fjalë greke. Ka dhënë myga, greqishtja pontike në Azinë e Vogël, miga, greqishtja atikës, myza, greqishtja e spartanëve, miza shqip. Është edhe fjala mizon, një lloj në gjuhën spartane dhe shqipe. Do të thot bie dëbor, metafor spartane shqipe. Arvanitasit, albanët, janë autokton dhe kanë folur greqisht. Çfarë do bëjmë tani? A doni ju ta rivendosim gjuhën ilire? Se gjuha ilire është në bodrumet e Akademisë së Shkencave. Kanë investuar grekët, se mendoni që ishte greke, ta pushtojmë Shqipërinë, të investojmë, po kur them kanë investuar, shifrat janë marramendse. Llogariten në miliarda dollar. Nga viti 1920, po them, më dëgjoni me vëmendje. Vazhduan këto gërmime para luftës së parë botërore. Vazhduan pas regjimit komunist. U ngrit akademia. Filluan të mblidheshin këto pllaka, të botohej revista Hillyria. Grekët të kënaqur që po vërtetoi që çdo gjë ishte greke, ne jo pellazge, ku ka aty greke, qa thoni ju, emrat janë shqiptar, teksti grek, Aneritan Ceka e gjeti kompromisin. Jo, edhe emrat janë grek, që të gjitha. Janë mbi 1200 monedha ilire që përkojnë me 1200 emrat e bashkjakëve, çdo vit zgjidhe një bashkjak, prytan, rektor, universiteti, njëri mençur, bëj matematikën, 1200 vjet, ka zgjatur kultura ilire, helene,
në Bosnjë, Serbi, Hungari, Kroaci, Itali e Veriut, Itali e Jugut, Shqipëri, Dardani, Greqi, pjesa Aziz vogël, ku ishin dhe Dardanët atje që flisin helenisht, janë zbuluar statuja Dardane në Turqi me mbishkrime helene. Pra, i gjithë Mesdheu, pothuajse, ka folur dialekte helene, ne i kemi këto pllaka, tani shtrohet problemi. Nuk është kjo gjuhë bastarde. Është e pamundur, sepse po të ishte gjuhë bastarde, do kishte dhënë gjuhë të tjera bastarde vendase ilire, më kuptoni? Në Hungari, në Maqedoni, në Iliri. Mendoni pak. Siç ndodhi me gjuhën latine që u coptua në gjuhë franceze, spanjolle, italiane, rumune dhe shqipe, se shqipja nuk është ilirisht, është gjuhë neolatine, e sigurt kjo. Por, po t'ishte pra gjuhë bastarde, ne do kishim pra popull bastard grek, ilir, në të gjitha trevat ku kanë banuar ilirët. Po s'ndodh kështu. Jo vetëm që s'ndodh kështu, po tekstet ilire i merr një grek dhe i lexon sot pa fjalor fare. Ku të duash ti? Kjo nuk ndodh me një italian që të marri një tekst latin dhe ta lexojë, jo vetëm kaq. Italianët mësojnë latinishtën dhe se kuptojnë. Bëjnë gabime. Sepse janë përzierë me gotët, pra dhe italianët janë një popull bastard. Pra me grekët kjo s'ndodh. Një grek e merr një tekst i lirë, ku ta duash ti? Azia e vogël që ishte atje Dardania, Kosova që është Dardania, Hungaria, Pajonët, Dokleatët, Malizi, Ardiejt, Malizi, ku dush ti? Dalmacia, Kroaci, ku të dush ti? Gjeje pllakën, jepja grekut, greku të thot. Pola është dialekti. Spartan nuk e kuptoi barbare, por poli i themon sot greku. Dhe kemi shumë problem. Pra s'është gjuhë bastarde ilirishtja. Do kishte dhënë gjuhë bastarde me vendasit, siç tha gjuha latine. Jo, është greqishta e pastër. Dhe tani shtrohet një problem shumë i madh. Dhe më duhet bashkëpunimi juaj, aprovimi juaj, pra duhet shkoni në shtëpi, mendoni thellë, ikni nga çdo lloj demonstrate se është situata shumë e rëndë. Pra gjuha shqipe është bërë plerë, por fjalët ne i kemi nga ilirishtja. Gjuha shqipe është bërë neolatine nga veteranët romak. Por para se të vinin ata, pra ilirët kanë folur deri në shekullin e 6, derisa të vinin slavët, kanë folur 26 dialekte helene që një grek i sotëm i kupton. Pa fjalor fare. Merr një pllak, vari i thotë është greqisht. Çfarë do bëjmë ne tani? Pra, në qoftë se ne pranojmë, sa ashtu është, që ilirishtja janë 26 dialektet greke të folura në Kroaci, Dalmaci, Malizi, Shqipëri, Dardani, Panoni, deri në Austri. Në qoftë se ti e pranon këtë, atëherë është problem shumë i madh. Sepse ti automatikisht bëhesh provincë e Greqisë. Edhe Kosova, edhe Shqipëria, edhe Maqedonia. Dhe s'ka nevojë të bëhet luftë, ëh? Në momentin që ti rivendos ilirishtën, nuk ka nevojë të të pushtoj greku fare, hiç. Kalimera të thot ai. Do t'i përgjigjesh kalimera në ilirisht. Si t'ja bëjmë? A kemi shumë problem. Pra dhe njëherë ne kemi fjalë ilire, gramatik greke në të gjitha territoret ilire. Kjo duket barbare grekëve, po kjo është gjuhë greke. Do të kemi parasysh që barbare ata quhen dhe dialektet. Gjuhë që si kuptonin. Por ata i kanë mbledhur të gjitha. Kjo përkon edhe me pllakat që janë gjetur në Shqipëri, pra nuk është gënjeshtër.
Pastaj pse u interesuan kaq shumë për ilirët dhe si u interesuan për keltët latinët, sepse ishin gjaku i tyre. Është folur pra greqisht deri në shekullin e 6 të erës sonë. Tashi është e kohë të bëni demonstrata. E di si e zgjidhun këtë me sistemin që kishin ilirët. Zgjidhti një rektor universiteti, ja ku e ke, kryetar bashkie, kryeministër, do rijon një vit dhe nuk zgjidhe më, pastaj do zgjidhet një tjetër, si unë i mençur, shpëton Shqipëria, s'ka korrupsion, për çfarë? Le që s'ka kohë kur do e bësh për një vit. Se kontratat zgjatin të paktën 4 vjet ndërtimet. Çdo gjë do të jetë digjitale, e dukshme, transparente, që do bëj unë. E bëj unë nesër Shqipërinë aq të bukur sa që ishte Iliria, nesër, pas një lloj demonstrate, është e kot, shkoni në shtëpi. Po është problem pra se grekët thonë pastaj e vëllai jem. A doni ju që ne të flasim ilirisht, që është greqisht, e lashtë? Apo doni që të flasim akoma gjuhën bastarde neolatine shqipe? Pra, për shembull, a doni t'i thoni kodrës kodrion? Është në ilirisht. A doni t'i thoni prindit parention? A doni t'i thoni plotit pola, qytet, polates, qytetar? Doni, se fjala qytet vjen nga latinishtja. Pra që nga originalja, pola, qytet. Doni. Doni ta ndryshojmë fjalën brini në brindos? Është koka e drerit? Origjina e fjalës brini? Doni. Po greqisht është ajo. Nuk është indo-europiane, është greqisht e pastër, kështu. Si shpirt, o grek, o ilir, o pellasgo grek o ilir. Tani si t'ja bëjmë ne, më thoni mua, që kjo është e vërtet, do më thënë i doli fundi kësaj pune. Do më turprohesh, janë 224.000 pllaka që po të botojnë do duhen 622 vjet. Bas 600 vjetësh do thonë ju që keni budallënj të më të mëdhenj. Sa vite doni ju më ta kuptoni që ilirët flasin greqisht? Or jeni në vete ju apo jo? Do na thonë neve mbas 600 vjetësh. Ja ku i ke. Mia ka dhënë miga greqisht, miza shqip. Ja ku e ke. Shqipja sillet si dialekt helen, edhe sot e kësaj dite. Si t'ja bëjmë? Ta bëjmë me vot. Se në qoftë se ti i thua qytetit pola sot dhe heq fjalën latine qytet, ti duhet flasësh greqisht pastaj. Do më thënë ti duhet vrasësh shqipen. Nuk ka këtu dy gjuhësh. Ja, këtu s'ka. O bastard, gjuhë bastardësh, sa ashtu është shqipja, o ktheu te ilirishtja. Po fole ilirishti një shqiptar s'të kupton. A e greku të kupton, të ka shumë xhan, të ka shpirt të greku pastaj, të do shumë. Pastaj du të bësh armik me Italin, sepse ata ta futën, ata ta prishën gjuhën, romakët. Pra ne na duket si motër Italia e madhe, po është armikja më e madhe e Shqipërisë. Motra ta ka fut. Nuk është motër e vërtet. Është motër falca Italia. Vëllai me të jezën, me vëllan, i e therrur. Ai flet greqisht vëllai jot. Si t'ja bëjmë? A doni gjuhën e motrës falco, neolatine? Dhe të putheni me vlehët që janë miqtë e tu, vlehët, nuk janë vëllezërit tanë. Gramatikisht po, jemi njëjti komb teorikisht me vlehët. Po e vlat vëllai me grekun, si t'ja bëjmë? Është e sigurt, me 100%. Sa pllaka do të mblidhen? Do mblidhen dhe më shumë, se janë deri tani 224.000, po vazhdo t'i gërmo, po do shkosh deri në qendër të tokës dhe afër magmës, që të digjen duart afër magmës së tokës, udhëtimi në qendër të tokës i Jules Vernit në Akademinë e Shkencave, ti do prekësh një pllak shumë të nxehtë afër magmës, e do afrohesh pak aty, do shohësh pola, qytet. Iliro Helen, çfarë do bësh pastaj?
O, bo. Afër magmës do shkosh, do gërmosh. Do marrësh jo 220.000 pllaka, ti do gjesh edhe 150.000 të tjera. Ti do gjesh gjysmë milioni pllaka greke në Shqipëri, Kroaci, Maqedoni, Iliri, ku duash ti. Sa pllaka do që të gjesh, ta kuptosh që kjo është gjuhë greke, ha? Sa monedha të duhen ty, se deri tash janë 1200. Që ta kuptosh që çdo vit ka qenë një prytan, kryetar bashkie, grek, rektor, 1200 vjet, Iliri, 1200 rektor bashkiak. Sa do ti? Ore, sa monedha do ti? Se po bëhesh kështu, budalla fare, nga fjala turke, budala. O budala në turqisht. Si t'ja bëjmë? Se kemi fjalën plot, nga fjala pola, polates. Si t'ja bëjmë? Gjuha shqipe është gjysëm heleno-ilire, gjysëm neolatine. Si t'ja bëjmë? Mendoni thellë. Nuk ka dy rrugë, nuk ka dy gjuhë siç kanë thënë akademikët e shkencave. O do flasësh ilirisht o greqisht, o do flasësh neolatinisht shqip. Vendoseni vetë. Dhe ky është filmi më i rëndë që kanë bërë deri më sot. Mendoni mirë dhe ikni nga demonstratat, është kot, është budallallik. Çfarë do ndryshoni? Zgjidhni një prytan, rektor, s'ka as korrupsion, nuk ka as banditizëm, shpëton Shqipëria. Nesër, po u bëre helene. E s'ka nevojë të flasësh as helenisht, jo. Mjafton të zgjedhësh çdo vit një prytan, një rektor, me rotacion, ikin gjithë partitë politike për lesh, gjithë korrupsioni bie me njëherë brenda ditës. Ky është sistemi Iliro Helen, shumë i suksesshëm, që vazhdoi edhe mbas pushtimit romak. Vazhduan ato të printonin monedhat e tyre, jo latinisht, greqisht, ilirët. Si t'ja bëjmë? E kemi shumë problem. Pra ilirët i quheshin polates, banorët e qytetit Pola, ilirët. Shqip është plot, ploti flet shqip dhe helenisht. Si t'ja bëjmë? Greqisht poli. Vendi quhet Polatikon. Do të thotë si qyteti. Quheshte gjithë vendi, gjithë territori, pranë Polës. Si t'ja bëjmë? Çfarë zgjidhjet, se kjo mori fund. Ky film i vuri vulën. Pra, ke dy mundësi. Po vazhdove të gërmosh, e para do quhesh budala në turqisht, budala. E dyta ti bën shërbim Greqisë. Më mirë jepi atë Chelsea dhe kryeministrisë, mos gërmo më. Ose do mbash gjuhën bastarde, pra ti e morë vesh që je bastard, gjë më të rëndë nuk ka. O bo, si t'ja bëjmë? A doni të mbani emrin bastard? Neolatin? E sigurt? A doni të bëheni ilir? Helen, zgjidheni, nuk ka rrugë të mesme. O do flasësh ilirisht helenisht, o do flasësh shqip, gjuhë bastarde latinishtes. Gjuhë e pushtuesve romak. Ata na therrën neve siç therrën viçat, e kuptoni? Dhe viçat e rinj flasin gjuhën e kasapit. Shumë turp. Mendoni thellë. Fjala kasap gjithashtu vjen nga turqishtja. Pra gjuha shqipe është bërë komplet gjuhë bastarde dhe nga pushtues të tjerë. Madje kemi marrë dhe besimin e turqëve. O bo, çat meri. Po çat meri. Si ta bëjmë? Vendosni vetë, unë dorëzohem. Unë do vazhdoj të bëj filma të tjerë, po do më thënë doli, ilirët flasin helenisht, ne flasim neolatinisht, si t'ja bëjmë? Flasim gjuhën e kriminalëve që vranë nënat tona dhe vëllezërit tan, Iliro Helen. Si t'ja bëjmë? E kemi shumë problem. Diskutojeni, mendoni. Tash të refugjatët që kanë shkuar në Greqi janë bërë ata ilir, dhe shkuar ilirëve, nuk flasin më shqip. Ata ku ta gjejnë? Që ne të bashkohemi me Greqinë. Po ju doni ta humbim në identitetin ton të bukur bastard? A doni ju që një minoritar grek t'ju bëhet nesër kryeministër? Ju pëlqen?
Gati janë ata. Na sundojnë edhe 1200 vjet tjera. Mendoni thellë. Mendoni thellë dhe më shkruani në komentet tuaja. Po është pyetja më e tmerrshme që mund t'i bësh shqiptarëve. Vendos. A do jesh bastard? A do flasësh ilirisht? Si vëllai yt Helen. Tmerr. Bëjeni këtë pyetje çdo shqiptari, le ta vendosin vet. Ju dua shumë, mirupafshim në filma të tjerë shkencor.